Ja nisim nga çështja e dinarit. Çfarë fshihet vërtet pas kësaj problematike që në të vërtet nuk kërcënon jetën e askujt, ndryshe nga se pretendon Serbia apo edhe aleatët e Kosovës si Amerika dhe Bashkimi Evropian. Duket kjo si një përpjekje më shumë për të ndihmuar opozitën në prag të zgjedhjeve të ardhshme, apo lobimi serb në këtë rast po funksionon në kapacitet të plot duke marrë parasysh se çdo shqetësim që ngrihet nga Vučići është kthyer në një problem. Së pari duhet të temi se shtetet suvrane, Kosova është shtet I pavarur, shtet suvran, kontrollon plotësisht valutën e saj, valutën që përdoret në territorin e saj. Pra, ndaj çdo vendim I qeverisë së Kosovës, institucioneve të Kosovës në këtë drejtim është I kuptueshëm, pra nuk mund të ketë asnjë hezitim. Pastaj edhe kryeministri Kurti ka shpjeguar shumë mirë arsyen që jo vetëm nuk është vetëm çështje e suvranitetit, por edhe duhet të luftohen kriminalet, bandat e ndryshme. Unë mendoj se dhe qytetarët me etni serbe në Kosovë do të integrohen edhe më mirë në tregun e punës, në sistemin ekonomik të Kosovës, pra edhe ata do të përfitojnë.